E se marakje. Marak. Mirë Roma, mirë që mi kesha, po takohemi në emisionin e 95 me radhë. Dal nga dal, po shkojna drejt 100-shit. E tybe në kumë fiqiru që më rina 100. Edhe një emision bëhen rrafsh 2 vjetë. A më kam bënë të qysh flokët, sikur? Valla, e bo, pas me konë, s'pa di qysh. Ti e ki një far stilit flokëve, më falni me që viti krymë do punë tona këtë personale. E kam përshtypje nga njerë që i ki perik, nal? Jo, tybe, s'ash perik. Typet minjat janë pos... I ka si perfuni, edhe tani Si përmi. Si përmi. Ajde, ku e kam në problemin? Ku e problemin? Problemin e kam se tash do të me shku të nej berber ose kësi frizer që janë shtë edhe për gra dhe për burra, se që ashtu ka orë kryta din... Ka orë dhe so për cicë smes, do më thonë. Publiki jo një dashërin gull në kredit para fund vitit, do më thonë tash po vinë edhe këto Safe City, para lajmërimet, kadal, kanë me janis në gjep mjo prejku një kumë para lajmëru, kumë thonë që shqiptorin pa e prejkin gjep nuk bëhet kështu qitësmit që tha jeton, me bo. Dhe jo vetëm shqiptarin. A di shtë më morë losin, Maraka, këtë e Maraki, ja, se e kam për në nëshkrime këta. E ka i për në nëshkrime për kontratat mëdhaja, milion e siber. A e di kur thoi isha që... A e din sa shumë të dua... Ja, serios. A e di kur thoi isha pa e bo një sistem që me prekin gjep shqiptarin, nuk... Sratu e me, jo vetëm shqiptarit, po krejnë Balkanin, jetën me i pa në për shko. Fadel, se s'pa më i pa ndërbrej, po pse s'pe bën një sistem mishtin në gjep në i sen qytetorit, po vish mjashti dore në gjep qytetorit me ngrejme qytetorit. Dhe në trunin këti popullit. E pa në trunin do të mja nërru se nuk bëhat kja punë. Trunin. Me orë Safe City, vish mja morë për orët për gjepi. Ja, Qëta e në gjep. Qeblerimi e din. 40 gradë, 40 gradë, çfarë gradë marrë, kësi shpejtësia 40, të shku kjerët, kështu si në Zvicër. Në qëtësia. Ka zvanë këtë kështit, mit, heq. Njerit ja këshin vjellë 40 sopa, dele ja këshin këthynja 40, të merë gjëna pa atë materialit së të mund dhe mi sot që ta... Me që jem këto, Fadel, me që jem këto edhe ma kujtove. Jo, në ty shkasht kujtoj. Sot të najt me dëmisht me njoni prej atyre... Kush është taj, njoni? S'po flasë me emra. Okej. E takova tha një ministë në rrugë. Saba, me nxes, si hershëm. Ministri jashtë? Ministri, po. Viqonaj. Edhe ja bona dha. Mirë me nxes, minister. Në këqyri kështë. Nervas që a qonë sama? Jo, e kisha përshtypjen që pju duket që jem të e zahebat. Se dhe aji vetë nuk besën që është në atë pozitë. Që jam minister. Apo kuptan. Tash, me që ishëm disa miq, po e tregon rrëfimin një tjetër që ai ka ndodhur në Zvicër. Me një parking unalo. Ngo vlerojmë se i ka meselet e mira. Unalo me një parking, tha shkova unë të një dhondër jemi, si misafir. Dhe ishëm 3 vetëm gjithsej në parking. Dul tha njani për një gjipi, kështu, shdrypi, edhe po na thët, mirë dita në gjuhën. E vendit. Po. Po. E në tha përshëndet, mirë dita. Vazhdoj e tipi, tha, shkaj. Pja poj, shkjo më që kjo. Se kjo që ma të regaj ke refimin, të na o shumë një njeri me autoritet ma. Tha, po gëtë që më njofti edhe këto. Tha, jo, tha, nuk ka njofti, tha, po kjo që na foli, tha, ke presidenti Federatës së Zvicrës. I krejt këse na i e? I krejt na isë. Dhe më thonë, na përshëndeti, sepse është kulturore. Ashtë kulturë, po. E tash, ministri, që është shqiptar, edhe kjo që ja bën një përshëndetje shqip, me një mirësjellje korekte, veç e këshirë kështu... Po dhe se menon që peza e vatë. Kuptat, në Safe City, po du me do alto, është mirë me menuna e ser, mishtina e sen gjep shtetarit, e jo vish një nëzirë për gjipive, pa dirë se pasha 20. Gërmet qarë, me se nga një jetonin shumë se mire ka, do të nëjë Safe City jo, po nëjë kusht tjetër, mundësun nëjë pare me shtin gjep po unë, për ju thamë, kujdesni se Safe City ju gjiran, edhe ju fotografan. Ju bashkram. Edhe nga një, kujdesni me shvalerë ka kur dilli se prime pjafë që ki fotografi në SMS.
A ditë a regullojnë, apo din. Kjo son rregull, Po nuk kur kanë shojnë rregull, son po. rregull. Jeton, Dash 2 herë më tut. Do të prej që po dënon, të të pigru. do që po ta njoftën shvallerkën me gru. Allah. Krejtimi na shkretu tot. Jeton, ta na kena me shku me francez, se francez, a dinë ta dialekt. Pa, je lek verdh. Verdh, ata s'lem për për 5 Palë cent. francej. 5 cent m'ja shtrejtu një sena se m'ja prekin gjep, a i dele kall krejt francen. Po këtë ditë, dishka ka ndodhë me bujqit atje, edhe fermeret jenë quë edhe lëshu materialin se na kështu, fermeret francez në revol, po të shpërkasin me bagla godinën shtetërore. Dëmon me të flistit e lëbbe. Po zotni, nuk ka humor. Nuk ka humor. Te këta, Nuk ka humor të këta. Te këta duhet me njoftu para prakesh kur e arrit taksën, duhet me majt të updatun se gishtat në sy t'i shtin t'i nxerin. Te na, a di qysh jem na, Fadel? Njoni shike anër që pe hanë ujë ku e kish hangër den gjys të ke i shalla e monër. A i live e hangë. Neve pa në hangër den gjys, na, nuk e marrën vesh, ba, se marrën vesh këtë varbune. bëllerim, lëshu edhe materialin tjetër Se minerë s'jem në ka gjithja. adër diçka, du më qujtë. Jo, je Se ko- pasha do që shem në rëpas, du m'janis me ngos tash. Jenë kodër, Mos që tani është me kamerat. që zonin që. Shumë mirë. era keqe, garanti ka ardhë. E rakeze po lësh një Goat ka. policin që është të. Edhe që qafë stërpik, fakt. Më i E lësh. neve na prekin gjep, ta qesin safe city. Main City, Safe City, Nuk ta ndreqin rrugën, rrenë për parkingje, rrenë për për mbi kalim. nën kalim, mbi kalim. Nën kalim, mbi kalim. Për qendrën Apo lirinore. qyshe pa të thonë ata, apo hipëm pëdrëm. Apo hipëm po drum festivalit. Po, apo hipëm pëdrëm. Hipëm po drum. Hipëm pëdrëm. Do që hipëm po drum. Qka na jep me kuptu? Që jetojnë në të njëjtin kontinent, e atje qështoja njerëz me 2 dur, me një kry, 2 vesh, 2 sy, 2 kom, po atje reagojnë, ka shoqni aktive, ka shoqni aktive. Kur ta kryjnë ky episodin e parë, thirrëm për Po, episodin re. e dytë. Jepja i groplanin, Atje jepja. ka shoqni proaktive. Atje nuk guxon me shtrejtu çmimin e naftit, atje nuk guxon me shtrejtu çmimin e bukës, e sidomos cene bazë sa e kallë državën. Ose ta lin me mot. Ose ta lyn fytyrën me mot, që po të vadili. Edhe qështu dohet me kanë, edhe kështu do të me lyjë përgjësi. me Jo më shtel- në pej 100 premtime njerit ti bën, fëshon zëdore. Nuk ka rëkuvot po këto. Sakt. As një nuk ta realizën, edhe del apet provon më të rajtë në fytyrë. Edhe vlla, shkolla. Jo re, Ja, jo re. Re. Ka përpos kjo. Ka Okej. pa, Ja, ka ja, pra pa. re. Po vlerim, qëre ky ka drejt që janë nervozu, po na zgjedhje kem, po zgjidhje nuk kem, si që të pe arron të, Po do me qarësot që unë nuk jam nervoz, specifikisht me një shtet. Unë me Ballkanin në përgjithësi e kam, nuk e kam... Qa të kufrimojna dhe? Kufrimojna bre. Edhe me u qumë, për shembull ti me orë prej Kosovës me jetu në Maqedoni, isto govno. Njëjtë është. Njëjti. Vesh ndryshon valuta, nga euro në denar, du kur gjë, hit, Po edhe ato i kem sumë ape din, sa është një Roko euro, penel din. është, roko penel është, dhe më dhënë veç ka ki pore ma shumë në gjep, ama si t'ish me bledi, shka veç t'i meraj, Ku për i me jeton e pash një chips në pomë benzinës 200 denar, 95 denar akon. S'pja për me ne emnin cili chips, apo din po. po s'ka lidhje. Ne ishim- Chips me kumpir, bre, o Fadil, kumpir. Pas ti shkon bili kompir, aja ish marune me mill të kollomojt. Mos baj gore, se apet shpjallojnë formën. Po bën ngezi kirgiz. Ej, hajde shkone me Diramen. A i ka qitë renet, apo na i punë të rezi. Rasi ka edhe e bashkëpunë të rezi, pa i Se, sa ka nis ka paka? A i ka hiuji. A i ka një? A i ka Lauka. hiu. Hajde shoq me mocën. Të aktivitetet fillova në Itali. Po, si aktivitete fillova në Itali, fillimisht duke mos provuar është kësaj hedhjen qikes. ndyshe me një instruktor, duke kuptuar që ishte diçka që doja ta bëja ti dhe Që vetë kamera. sepse instruktori në Ma moment kopil. ishte diçka e Jetën tepër s'ka, për ma e mua, men. sa Si sa e shku kam këshyrin top, kamera e... Gjë e parë që bëra, Domethënë, kisha babin aty am që po kopi priste, virale ajo. pa njëri tjetrin në përsy, i tha Qëre? instruktorit sa kushton kursi. Nuk fola.
Babi e kuptoi më njëherë, nga që kishte një Çfarë ngrën kjo nga ngrish? Që ka ngrënë kjo maca, mish? Ja, di çfarë problemi? Problemi është që mocës si jep me pi ujë. Edhe këtu ka fitu sevap kjo. Të është jem sinqer, se mi dhon hajvanatit me pi se kjo gujë s'ka me lyp, a vjen. Po o birë na që kem gujë. E po lypëm ujë, e po lypëm mirëqenie ma të mirë. E plezhve benzin. 300.000 shqiptare, lexova një statistikë të Shqipërisë, kanë migru. Qysh e ka emnin armiku që kanë migru këta? Qysh e ka emnin? Qysh? A janë italianët, a janë austro-hungarezët, a janë otomant, a janë u kthy lufta dytë botnore? Pe kujna po ikim vlla. E këja jep mocës pak ujë kështu. Pije ti pak ujë ma qok. A ban me fo? A ban me të vetë Me lërë të flas. A ma shaki që je pezëm diçka. Fort pezëm Jam pezëm me këtë establishment balkanik politik. Për që së në ndrona së në ty, bashk. Jo, e ndrojna. Qysh e ndrojna dhe qysh? Të glasit, të votuat. Pa glasit 3 vota, o në ty blerimi 3 vota. Po, mendësia do të me ndru, o Fadel. E provën, vjen 4 vjetë, si realizëm premtimet të pakten 60%, i thu hajrë bafshiki, dasha mirë, hap krahun, pe provojnë atë qita. 4 vjetë, zbëna s'kë, hec kë, ka qështë të brep, qështë të këfile. Publik i dashur, mas 4 vjetëve, unë dhe im polit... Se im shumë. Mase që ato është i plagas të kur bëjmë shënë të një pjedhen. Më shënë të një pa vrana. Po ti më shaj me djahtën, me djahtën. Jeton, anë do të diskutojmë fenomenet dhe temat, a i dha macës ujë. Unë edhe kërë diskutum këtë punën e macëve, qenve, e që tash edhe kena marrë pak kulturën evropiane, sepse shumica e jonë kemë dikan jashtë, dhe i shkojmë, i shohim ka pak me qenë, dhe është pak si cool me dal me qenë, shtonë në dilën me më ushetit, se në vene, po nuk dhëtë mi harru vetat të shpija, përde se një mjerë kena thonë, na kemi stubin edhe qtyllën familjare, e kena pas në regull, dhe ma babet, babgjyshe, gjyshe, dhe qyshe kena respektua, përde këto për bajna për këtë generatën e re, edhe kur t'i shojnë këto emisionet në online, për shemëll, me mësu që... Bob e non në shel, në shpe, e klyshin qenin në kryeveni. Hajtë shumë materialin të Prindrit vetëm, ndërsa qenin e marri me pushime, madje mërzitemi shumë kur hoteli nuk pranon qen me vete. E mbrojmë qenin, e justifikojmë, e duam pa kushte, por ndërkohë, askush nuk mërzitet për nënën që pret e vetme tek dritarja. Askush nuk mërzitet për gjyshin që e ka lënë disa kopa e parë. Askush nuk e quan padrejtësi faktin që prindrit po plaken në heshtje. Ndërsa ne planifikojmë pushime me qenin. Prindrit duan vetëm që ne të jemi mirë. Ata nuk ankohen kur. Ata nuk pyesin, pse nuk na merrni dhe neve me pushime? Ose pse nuk më ke ftuar? Prindrit heshtin, edhe çdo ditë kalon në heshtje. Ndërsa ne kujdesemi për qenin, për setin e rrobave, për pasaportën, për hotelin e përshtatshëm për të, pra i kemi të gjitha. Por kjo është drama e ditëve të sotme. Duam ata që nuk flasin dhe harrojmë ata që na dhanë zë. Blerimi anisi me le. Qëp! Tani ti po thu se po hu është nervëz. A ka mundësive vla ma qetë, për me e kam, a ka mundësi ma qetë. Na duhet me kanë të kadalshëm, Po. edhe me na kuptu publiku jonë, s'kem kur gjo kundër qenit, s'bal jetë e këqyrë që ti... Më kemi... Mërë s'kam kundër qenit? Qeni e ka vel në barë, natën e lidhë zgjirë, natën e lëshërë, ati në gavë, pak në barabar i rrugë. Fadela, po dëndi ka dalë më të kaldu. Qeni e ka venin në kolib. Po, në kolib në? Qenin e lidhë në kolib, kërk janë gjësë gjingjirin, edhe që dënë janë gjëtë edhe një telë të gatë ma janë ka pak në barabar. Shumë katonarë për je. Pa lebe qëfar katonare, po qeni. Ja, shumë katonarë.
nuk bën me shti qenin në shpe. Se për ashtu Sigurimin se sot. Se për ashtu do të me morë dhe një lup me shti në shpe e me mojtë që da ja kafshë, është të vadil. Qenin Di duhet ama qeni ama besnik, dhe që shlopa t'jep tamel qeni kur gjosje. Ma besnik atë. Edhe s'ka shumë argjime, shka ka argjime qeni, mund me angër 1 kil mesh në ditë. Nona nuk e adë 1 kil mesh. As baba. Nonën patlina Atë qenin në Kryeveni. deti. në Kryeveni në deti. Edhe tha, aja qika tha, me ban hoteli mësë mi pas kurset nuk e rezervan, do në kurs nuk Mos lejo ja qenin. pranu qenin hoteli, dhe më thonë qifti mërzitet. Zat që masarë. Neve, Allah. më në menaj që du të më në banë si kur që kë materiali që jenë. E Allah që masarë. Hajde, më dërim lëshoj që të materialin. Qa po thuti kamermana? Këshër, jetat. Qështë do të më në banë neve? Hajde! Hajde, të ashtë Po, e që ma në nënën ja. Fëngi! E, zati maj. A farë dhamin, apo më ma merë menja që e dhamin farë. Neve, pa na bo, qështu nuk i di. A ba në ditë, baza, pa në të... Vadil, Jo, s'ta dim sa minuta jem. Vadil, me që është të dërën për mune. Edhe me ecë me to. Edhe për të qetë. Neve, pa na bo, qështu si morëm... Jetan, nga. Ja, po bëhemi pak, si me thonë, pak ma serios. Po serios, edhe neve na shkan me konë serios. Po shumë. E kam fjallën për Abderim po bëhëm serios. Po du me thonë që respektoni prindrit, ata na kanë prunë në këtë jetë, ne kanë mundësu më rritë, më shkollu, me arë puna deri me ble edhe qenin ti tani e merë qenin e lenë nonën, babën të shpija dhe shkon asë një telefon nuk ja qelë. Tash na veç si fenomen për cilin jemi duke parë që pëndodh edhe në emisionin Breaking News biseduhen fenomenet, s'kemi kur gjo kunder kërkuj, ka dikush që donë qenë, edhe one du një qenë, për shambull pas në barë, për shambull janë ata qenë t'jash zakonshëm ata Belgjikës, që i rujnë delet, janë qenë fenomenal në barë. Qenë, gazetës të ablinë, qenë është që të nga në qenë, qaqë. Mas 2 javë e me rajtjet dhe që do bëk shkën e bën shakatop, nga mba dit. Delmi ka ardhë puna na më ju dhonë fetfa juve që është mi këshyrë prind, hytë mos i këshërni. Kap një qenë arush, bën e shpinë, kap zoologik. Po lene ma dhe pa. Qyshër më të kalëzu, unë që do të mi këshyrë prind. Qysha kom pas lave atë fjallën, kur ta shish që i ta ush qenë, dikush qenin, qysha kom ben? Kujtohet ma vonë se... Atë kujtohet, qysha ko interesant me ke pas dhe dorën. Po... U kone mirë, po... Na shta blerimi... Dikush atë të trautuat, që shtu akon, dishka puna me trautia. Po, kur ta ushqen dikush qenin, ka dal na ty e lëshuk faqilën, ty e do gaz, na bjen men. A, po, kush e kam ju të arrushën, tha veç ti këm hita, ape këm ka për kome. Vake. Jeton, na po shkojna në bagaj. Po, A po shkojna blerim bagaj? Hajde, shkojna në bagaj, pak. Që ke po më do këtë? A, për Shqipnisit? Shqipni, Që së po do të kabela? Shqipni, pëse a po të bëllazën në Zvicër kja? A po thua guxën që të në Zvicër vetën? E lojë zgudzën se komt janë putojnë. Dhe më nabi që e afrojnë bagajën edhe... Nga, më s'ka pas... Edhe pak në e Priti qak se du të pak me spjego, do anë mire ka vlerimi që me sta bajna shumë dramatike. Kukullat i ka marrë. Po? Do anë i ka marrë kukullat, me sta bajna kisha është videoja originale. Originale është komtin sonit jo, në i lësh. Pa më zbëni rëgëbena, komtin sonit që patikat. A di bas patikat. Edhe më do këtë që kjenë në Rumëni ka ndodhë, nuk ka ndodhë të na në Shqipni. Ja dhe asë në Rumëni së ndodhë dhe. Pas të na, që. Kush ka fiqirë, kështë mja qelë, pa aj që ka prodhu kjerën me ponë këtë gjendje, ja konfiskën. Të të shkoni merë një asë zbëna, i so për kjerë. Nuk është për kjerë, kap një kjerën edhe bënë të shpija qaqë klijatë. Kap në kjerën, shkoni të shpija në kadal, po shkojna të partneri jonë zyrtarë jeton
Fjala për mu. Fjala jo për tavolinë për ty, orda. Shkojna me partnerin tonë zyrtar, Korona Dent, është ka zgjerohet në Prishtinë, do më thonë, veç po zgjerohet, edhe është duke e bon një klinik halama fantastike, gjendet në Prishtinë në rrugën, që kuptim kake në rrugën. Në lagjen Dardania në Prishtinë, Korona Dent, gjithçka që ka të bëj për shëndetin oral, atë mund t'i kryni, vendosin e tela për dhëmë të fëmijëve, të rriturit, proteza, gjëra venirës deri në implant të dhëmbëve dhe vërtet doktor Shefkihoti ka një eksperiencë jashtëzakonshme dhe një mikpritje të jashtëzakonshme. Mos harroni me vizitu para festav që për vitri të buzëqeshëm të gjithë. Faleminderit Korona Dent që jeni me neve e na po shkojna jeton te bloku I parë I marketingut. Goni. Rreni se shumë shkurt janë reklamat, edhe kthehemi se na e dim që ju e dini. Ju na shifni neve sepse na tregojnë edhe numrat. Faleminderit që jeni me neve, faleminderit që edhe marketingun e përcjellni, domethënë është e rëndësishme sepse televizioni pa marketing s'ka kuptim. Shkojna me reklama shpejt edhe tani ka materiale interesante. Hajde. Jena rikëthyli. E kena me kone, jena kone, e kena me kone. Leve se për këtë... Bane aji, vlerimi, po, vlerimi na falë, sërësisht, se na po duhet ka pak të pa reklamat, a bedim në kena me kone, o, tyta... E ka pas ma një fesdasma, ta? Në tajten, sa va, në tajten, o që eshin me një zdasme, me sytë millën atë, fake. Mas pare I thejshin voat. Që me të gjithë? Ca va dhe angëshin buk me vota. Ja, se si dhe i stil që ishin për I gjumi, ketë qërë kështu, kuasita, tepsia me 100 millën, E dhondre që ka I bëjshin millën? A, dhondre t'i do në taleshin sakat për gjytyrën për ketë dyen. Pasha. Si ti ishin kuf, që aty ka mundësi që na I brija kanë ty dhondre. Fadil, për një me se që mu kujtu që thet ai për dreq. Qka u konë logjika sitjes të millët? Vete Allah iles të qatë gjibitin që apëra. Leve se ja kam dalë internetin që me së Lerim, vete me qatë gjibitin. Jo, me se se të zinë. Qka për thet, edhe qka për nga shpjegan qatë gjibitia, pse kena sit millën tajten? Për një me kam. Unë po të tregoj. Ajtë ljost, Unë po të tregoj. A e ke sit tajten, a e ke sit fremten, millën a duhet me sit një do grupu do na I kryen me sen. Edhe me ju shka të marteshin të martën. Adin? Mos e laj po, dhe theshin mos e laj gjëmon. Edhe mos I prej thejt në të martën edhe mas orës 12 mos I prej 2 duart. Preje një, edhe dil në balkon se po këcejnë në kuzhinë. Preje një gjys, Fadil, për një me. Këshore me blerim lëvët të kramej. O blerim. Qa për dhe qatë gjibitia? Futët ajer në millë, po. Po? Heq kokrizat dhe topsat dhe ndo një... I përzin. Atër shtë edhe një zde e mlen, a? Jem e shoj. A nësë jetë lem të luna. Kontrol qëllësi e banë sita. Po? Po qka lidhët me Shka lidhët me të përfun, o blerim. Vete. O, me. Em që më mërë. Po, rafshë barabarë. Kosovës ja kam pas bloku do pare. Se po du me kalu pak se ki pas kalu për I merë dhe sonë të krejt komplet. Mos e jena live, se vëllaj vishë tamë shiku së ndërhuar, kjo ishte e tëra, edhe e mbyllë, e dretë. Të shkojna me rjedhje tëmë, të rjedhim pak. O, dhe lajë.
Laj me rjedh në kopër. Edhe të rjedhaj, lumë me rjedh, kadal. Tash ma din si tina në fillim të misionit. Sitën. Pedinte. Ja, nga një fjale që lojnë qatë GPT-ja për atë punë, tha kontrolin e cilësisë, dhe më të nusës. Bereqet ka pas, mili jetën, sita, jenë kanë ato. Po tanë edhe kur vike nusja e lakshin gishta në shërbet. Edhe me prek derën. Edhe me prek derën knej, edhe knej tani të nestit, si t'ja po të këgrosh vjerës. Kup. Me sheqer. Aperkat. Me tamel, në shkollë. Me tamel që kur të shka në emergjencë, mi orë tamel. Edhe me po me koncept këtë mizat. E që i kanë ditë sënët ato. Mizat në sytë, mos i agresive. Gjerim, Kosovës ja kam pas nalë, e din publiku për shka po flasem, i ka pas Kosova dhe sankcione, edhe ke presidentja e Republikës së Kosovës, jo, sa Osmani ka shku në pazabdo këto babajata, ka të shkoj, diri sa ja heke. Po shka më ra në sy, jo kështë në sy, po kështu në sy, se ti këqyrë me njerë, thu shka s'nalë të këqyri shka të ka ra, shka më ra në sy, ndërhyrja e dira mes aty, kena me diskutujet në zëta se ki qefte. Lësho vlerim? Kurse pjesa tjetër në fund të janarit. Kjo grup ka qenë jashtëzakonisht sot. I ka zhblloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është mërita kësaj 100% bravo të qoftë, ti e di që unë s'të du, ti e di që unë s'të du, po atë, po të vërtetën Po realitetin do të me pranë. Vërtetën duhet me thonë. Faleminderit natyrisht edhe Edit Ti e edhe din Shqipërisë që për unë s'të du. përkraje. Kurse pjesa tjetër. Ti e din që unë s'të du. Po. Hajde. Fadil, Makedoni një pjesë me komentu që nuk jam shumë racional edhe... Mund është me pol pa lidhja? Jo, nuk më me pol pa lidhja, po... Jo, qka është? Në më thonë, mas zgjedhje komunale ose vendore që pjotojnë, të ne në veriun e Kosovës jenë këty në 3 komunat kryetarët sërbë. Sepse... ta është ti do mi hi, Jo, shpejt për të regoj... Pse tha kryeministri i tha kryetarës tonë, unë nuk të du. Që të po du me ditë? Okej. Pse i tha nuk të dua, se ai vërtet... Nuk e donë? Nuk e donë. Por me gjitha të, pavarësisht që nuk e donë, ai hakin si hanë. Tha ka bo një punë të shkelqyshme, edhe masat janë hjek, në veriun e Kosovës, për publikun e Maqedonisë Veriut, janë kthy kryetarët serb në komunat përkatëse dhe ata vazhdojnë punën normalisht. Po masat janë vendos për shkak të situatës të ndërlikuar në Mitrovica. Po, shkojmë në materialin e plot. Me qenë kimike në paske shumë të mirë. Nuk ta jap trumt me dalë. Nguhet tash. Në fund të samitit, ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe pas diskutimeve intensive me partnerët tanë, u mor vendimi që të gjitha masat të hiqen Kosovës, ku një pjesë e madhe hiqet sot, kurse pjesa tjetër në fund të janarit. Kjo grup ka qenë jashtëzakonisht sot. I ka zhblloku të gjitha fondet e bllokuara për kaq kohë. Rrjedhimisht edhe fondet do të shmokuar një pjesë shumë e madhe me një herë. Okej, u heken respekt për presidentin, respekt për Bashkimin Evropian, se Bashkimi Evropian duhet me na mbështet hala ma shumë. Do ne kemi thonë që kemi dalë krejt ky rajoni kënena ka dalë prej luftës, për një shkatrimit të ish Jugoslavisë dhe për Amerikam, do rënën nuk i dina, atinët e janë mamotin civilizim. Për shembull, Gjermania, Franca, ata kanë luftuar ndër veti, po sot janë bashkë, aty bashkëpunojnë, parlamentin e kanë bashkë, aty janë në Bruxelles, kështu që na do të më mësu kadal me Kojshije, me Shqipninë, me ata, me u bë bashkë në Bashkimin Evropian, kismet kadal aty. Po du me ta bë, jo me ta bë, po me thonë se derisa kanë duket Rama kanë Bruxelles, ndërkohë të lëviz për Bruxellit diçka në Shqipni, në parlament, të qunë pesh, këshyre në herë tani, këto kam qef ti mu ma diskutu, këto kam qef. Hajde. Lëshu e blerim.
A, e ka ndrydhë fërës ta, Nesh, shkoj shpit. Trego? O, jara. Më shkel në gisht vogël, ka shkel këto pa din. Në gisht vogël. Mosana i kush për mas të e prej, komplerim. Gom, kë ka shonë se ka gishtin e kamës të madhë, thunin e këthynë me. Këthym, edhe e ka shkel. Koja ka shkel, dikush atë sa me. Tash, dorën zemër jetën. Edhe plus kravata këtë, fak, shtëngu. Gosht. Mas, O, e lësht ka, Po, dhe sa kez të angër. Sa kez? Po, të du me të pytë diqka. Kush atë i bë që të Sali Berisha? Po, në fakt, opozita në Shqipëni është... Dija, ma jenë kry zjedhë dhe vla se si jam të marrë vesh kur gjanë, të lutëm ma spjegom me dhe publikot. A janë kry zjedhjet? Ka një mëri problemes në Shqipëni, e që në qofë se ki vullnet më dhe gjonja 1 minutë e gjysë, ti kësha të regu. 1 minutë e gjysë, ti jetë lomatit tonë një jetën 1 minutë e gjysë. Në Shqipëni, prokuria e posaçme, ose prokuria speciale, që është menaxhu nga Altin Domane, është përfundimin e tij. E kena spjegu Po e kena shpjegu edhe ka arë një braho tash si... Ai me gotën që qeti piqantës. Po ka arë si prokuror special në Shqipëni. Prokuria speciale dihet që është byro speciale që menaxhohet për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani edhe zëvendës kryeministrin e parë Belinda Balluku ja ka çu në kuvend për mja jek imunitetin si deputet e kuvendit, me shkarku edhe numrin 2 të Edi Ramës ja kanë prek. Domethënë i kanë hinë në bërë. I kanë hinë në bërë Edi Ramës. Edhe tani është një situatë komplet problematike, sepse po thuaj se shumica qeverisë ose qeverisje të Edi Ramës kanë përfundu, jo me ty jem të folë, kanë përfundu propra grilav ose në proces hetimor për korupcion deri. Për kanë e bate fjallin këta të Edi Ramës? Të Edi Ramës, po. Krejt ata që janë qeveri, kanë 20 vjetë janë në përgjithsi procese. E tani, këtu si duket është bo fjallë, nuk jam shumë i sigurt, po këtu është zgjedhë dhe avokati popullit që është propozu nga mazhoranca që i vije nga Partia Socialiste edhe këtu ka njës sherri. Edhe ja kanë shkel këtina kamën. Ja kanë shkel në kamën staf për një plesht kallë një organin. E kanë dëshmu në 87-ën, pak jo vynë këtyne. Me fletëru. Jeta në po të themi, ko Gjamiri ke spjegu sen s'ko marrë vesh, po hajtë se kër të kryjt emisionin në apet dves. Të kalëzën në shkuje. Po dhe pyti dhe nalë në kështu kadal ngoj. Jeta në po këthejemi të problemet tona këtu në Republikën e Maqedonisë. Reale. Në më tash... Bëjmë të adho kimike. Po, tash gërbër qartë janë të ardhë. Po. Numri veturave shtohet, numri njerëzve që lëvizin këmbësor shtohet, 20 me gjiti ende se regulojnë nënkalimin edhe urën, po ne kemi thonë që gjatë kampanjave do ju ndjekim edhe në emisionin që do jetë për vitin e ri do e zgjedhim ai që, jo me thonë ka rejt, po që ka premtu mas shumë ti. Nëse s'ka realizu kur gjë? Po, dhe i zgjedhëm për politikanëve, sepse kemi thonë gjatë emisioneve tona që ne jemi të ju përcjellë dhe të ju vëzhgu, qëfar video po bani, qëfar 3D animacione, dhe më dhënë e keni premtu qendrën rinore me 3D animacion, sa është kërkon ai që ke ai arkitekti së di ku a. Njone ka pas portugez, njone turk. S'ka lidhje, ka pas, shkun ata. Dhe më dhënë nuk fu bon rruga atje ura. Unë nuk e lo, kryetar, do mënë prapë ka me dalë me gjiru, ka me t'i nëmëru dhe sa njerëz janë të hinja të nërure të dalë, ta dish, ka me lëshu dronin edhe këto dita ka pak si migë, edhe disa në vene po dhe lëshim dronin. Më ta shti gishtë në sy, se dhe këtë. Edhe, jetan. Të mire kina së ta më ta shti gishtë në sy? Na jena qëtu të Skënderbeju, ngatë, din. Po. Ngatë, edhe Alsatin ashtë ngatë, që aty që një, sa vjetë me u banë më lërim, 2014 në akuru pa të bëtë që projekte, se di. Kanë pasë me ba një parking në toksore, në mbi toksore, me në rejtë shishin Skënderbeju dhe u pa të me si gjyshtë të sene vene, unë e kam marrë një material që me kuptu ti pak ma mire dhe shikusit që janë në Kosovë, shallë që si din këto
ngjarjet politike, e kuptojmë material, tani e diskutojmë edhe këta. Dhe me menë se kem shel një leftë të se kanë të mytë. Po, Qa të bëtë fjallë, dhe më thonë... Po, të qaj lifti, po, të qaj që e lifti kena në pas- bërë të liftit, është të e sa. po. Shumë, Veturat e parkuara në vendin e parashikuar për personat me aftësi ndryshe, veturat e parkuara edhe në trotuare, e disa të tjerë sillen rreth rrotull duke pritur që dikush të lirojë një vend parkim tek sheshi Skënderbeu në Shkup. Për të gjetur një vend parkim tek sheshi Skënderbeu thuaj se është mision i pamundur, ndërsa me këtë situatë qytetarët përballen thuajse çdo ditë. Ovdje retko kako, jedino možda Nederlanda najde slobodni, ovdje nikako ne može. To je što je. Vizdila, Nikako, kruži, vrti, suči, nema kako. Moraš da kružiš, da čekaš nekoj da izleze ako izleze, a ljudi su uglavnom pa po rabota. Znači, parking, teško, mnogo teško. Zgjidhjen e këtij kaosi të parkimit, qytetarët e shohin vetëm tek ndërtimi i parkingjeve në kate. Teško je, teško. Teško se naje. Teško. Pa evo se ja 20 se parkiram. Što treba da se preuzme? Kad na garaže sam. Samo to je spas. Da, nema mjesto kaj ti napravite. Rënd është, parkinget mushat dhe gjithmonë. Nuk ka vend, a? Nuk ka vend, shumë herë nuk ka vend. Çfarë duhet, cila është zgjidhja? Zgjidhja parking madh me kate ta bëj. E pikërisht për zgjidhjen e këtij kaosi me parkimin në sheshin Skënderbeu, Irzëvendës kryeministri i parë, tani kryetari i Çajirit Izet Mexhiti, pati premtuar projekt për 371 vende të reja për parkim të shpërndara në 2 nivele nëntoksore. Qeveria ka vendosur të ndajë 20 milion euro për financimin e projektit për ndërtimin e garazhit nëntoksor shumë katësh pranë sheshit Skënderbeu në Shkup. Ky projekt shumë vjeçar parashikon ndërtimin e 371 vendeve të reja për parkim të shpërndara në 2 nivele nëntoksore me një sipërfaqe totale prej më shumë se 13.000 metra katror. Dhe gjithashtu do të sigurohet një numër i përshtatshëm vendesh parkimi për personat me nevoja të veçanta. Tenderi për parkingun nëntoksor në sheshin Skënderbeu në Shkup u anulua për arsye teknike dhe mungesë dokumentacioni, por autoritetet atkoh njoftuan se do të rihapin procedurën pasi të përmirësohen dokumentet zyrtare, por deri tani nuk ka informatë zyrtare se në cilën fazë ndodhet aktualisht projekti i premtuar i parkingjeve në kate dhe 371 vendeve të reja të parkingjeve, i cili do të lehtësonte jetën e qytetarëve. I dashur jeton. Edhe të dashur shikues, e sidomos ju nga Kosova. Edhe diaspora, do më s'kena ku parku be vlla. 350 vende, 350 vetura që tash i ki, do më të hinë kufia në të ardhë për festat e fund vitit. Shkam i vëmër këty në jetën, prej mega, që ju kalzuve, nga më votën be e ke lypë, edhe ke dalë ke thonë, unë e baj. Na, e qelin kufinin, po vë e qelin. Jeton, hajtë tysë ma i me thonë, jeton në reqe parkingës, s'ke dalë me thonë televizor, adin të dashur qytetarë. Na pindojnë shqetësimet në përmes në lapëve tona, janë mendimet e njerëzve që na shohin. Që kjo është që lidhet me pjesën e parë, që kanë herë na e të projnë në ashta e parodizojnë deri në skajt edhe me sharje edhe në kuptimin që na nuk po dim, po mënej si qytetar me kërku përgjësi për njerëzve që pjavë delegojnë punë. Se për që të premtim, mënej që kudo qofë që është zëvendës kryeministri, a kryetar komuna, do të mi shku të dera vlla. Me thonë apen në req. A the që kena problem me do letra, po, kur në jeshen vlla që do letra? A ka printer? Jo, a mujna mi po na se ti rrogën e merë nga taksat tona. Kur ndreqen që ti me armja nis mi palu katët që njerës me pas mundësi mi parku kjerë. Po na veshtojna le se bajat, le se mara, nasht. Ama janë goma, ajde që kemi në punën e politikës, dhe ma na politikant kanë fillu me u ba dhe po me nëjdi qysh si kur sekteve jetën, dhe ma... Jo, i kena ba dhe temela se aty në qysh, a i del premtan rend,
ti s'kërkon përgjësi, edhe në rregull është. A i veç ta merr votën 4 vjet, ajo është i qetë. Mas 4 vjet, a i mundet me përsëri të njëjtin premtim. Ka me bo se do letra s'na bëjshin. Qërë, sot me kolegë gjatë përgatitjes e misionit se do të më shkon marketingun e dytë, bisedojshim ta po premtojnë kanalizim dhe ujadin, ne kemi zgjedhje prap me 10, duket me 10 janar. Në Gostivar. Një 3-4 komuna që së njën bato. Tha dhe po premtojnë, njani për kolegëve, tha po premtojnë kanalizimin. Tesla po të me marru telefonin, s'ka kartic, kritiki aty të mëndë në pëtin. Vysh nalësh në gjama në lastë. Po bëjnë gjatë syzat, se në vene. Edhe hec. Po edhe aj kolega jonë pat të drejtë, tha, o Fadil, tha, deri para 2 ditëve, tha, që kjo politikë, tha, e kena pas ta vëcejnë në barë. A pëtin, ta shta kur të folë për kanalizim edhe të thot që të lirisht hinë vëcej se u hecë kanalizimi, dhe që është ta gëzohëm, jetan. Po shkojnë me marketingit. Hajde. Ja, po shkojnë. Po shkojnë. Jeton nuk e kena lan edhe keq edhe punën e tunelit të cilin e kanë premtu qeverit e Kosovës dhe qeveria e Republikës së Maqedonisë, tunelit i cili du të me u bë prej Tetovës për Prizren. Edhe e letën pak që të pikin kufitare se po shkojnë Ferizaj njerëz me hangër bukë, se këtu në Maqedoni mas ki as ku shkon, as ka pas. Po në tren për Prizren. Pa, vlerë me qelë kufirin, pa. Hajde në shkojnë në materialin ta në dëgjojnë në bashkimi. Laf, kur kanë vakt bëjnë laf. Po. Ta që është ka thonë, Bilal ka thonë. Ndërtimit të rrugës Tetov-Prizren që po premtohet për 2 dekada. Me ardhjen e qeverisë së re, ky projekt u riaktivizua dhe një vit më parë u premtua se punimet do të nisin së shpejti. Tani, kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se në pranverë do të fillojnë punimet për zgjerimin e rrugës nga Shipkovica, ku duhet të kalojë rruga që lidh Tetovën me Prizrenin. Për momentin jemi veç më për shpallja e projektimit dhe depërtimit të aksit nga kyçja prej rrugës së Kodrës Diellit deri në dalje të Shqipovicës apo një bypass do të thonë në mbi fshatin Shqipovic. Aktualisht është në fazë tenderimi projektimi dhe ne presim që brenda një muaji të kemi të përzgjedhur operatorin që do të bëjë projektimin e rrugës apo bypassit mbi fshatin Shqipovic dhe depërtimin e të njëjtës, dhe unë besoj që nga pranvera do t'i kemi informatat e mjaftueshme sa i përket asaj se sa do na kushtoj ky bypass që të shpallim me njerë fazën e dytë të realizimit të njëjtit, me çka diku mbi 50% e segmentit nga Tetova deri në hyrje të tunelit do të jetë realizuar. Ashtu sikurse komuna edhe qeveria sërish premton. Zëvendës Ministria e Transportit Kaltrina Zekulli për mediat kishte thënë se po punohet në drejtim të realizimit të projektit. 2 milion euro janë ndarë për buxhetin e rrugëve shtetërore. Po punohet. Blerim, po punohet. Punohet edhe ti Blerim. Ja lebra Fadil. Po, kjo është halon fazë fillestare. Ta njerë këna me projektu, ta ne me këshyrë sa kushtane, edhe 20 vjetë. Ata ku ishia anena ko gjë kanë shty? Anena? Nuk du me folë për diçka që nuk e se nuk e din. A do të me folë për njënin që e kish kapë zemra në kazino? Po, la në kazino, po zemra të kapë, se aty barki nuk të kapë. Hajtë këshyra? Hajde këshyra, që? Hajde Luq, hajde. Rësh kumëll ja bëjshe. Bënë e zëtë rësh, qetash, hajde. Korollo. Hej, jeton, për i me kam diri sa shkojnë... Dhe ishe me mujtë kinezin. Jo, pa pësh. A i vetë e ka maru, tani ka po vetë vrasjet, ti po këshyrë. Ti këshyrë me ngullë. Jo, hajde. Ndonë këtë regaj. Diri sa shkojnë materiali, leblërin dhe shkojnë qërëson. Dhe mos ma vëna se po mdes. E këm pas vetë, se ma të si këm përmenën në loke, ramet i va shpirti. E këm pas vetë që, thëtë nga aparatet e kazinës përfundon në aparatet e spitalit. E këm pas vetë, se ke... Edhe kanë gjunë në nejtë. Piru... Hislan, gom, jo, se prime e kam, unë kërën koni vogël që këm ditë në shekumla, se në atë kos ka pas teknologjia, për din. E vetë shumë për njënën që ka shumë i pasën në të regionin tonë, ne i thësha, ku i lave parët, edhe ke rëshekumla në Gjermania djali. Dhe rëshekumla djali e më Gjermania, në thësha garant, ka provu në i biznes, ti me rëshekumla ju kam kalme dhe hajt. Ta është e kuptova, rëshekumla pa... Ta është një shokja me dhetë,
Ja, pibojna Mishërosh. Jeton, a beson Mitë Sokolin? Po, i që be Mitë Sokolit poshtë një zë. Ja, për ime e kam para se me shku të marketingu i fundit, po më interesën, a beson Mitë Sokolin? Se thëshin, ka dal me bon fotografi, me bon kështu i ka dal topit për para. Se dive, kam dilemat e mija për Mitë. Okej, që këshyre Mitë Sokolin original. Mitë Ramet, shpirti i Këshyre Mitë Sokolin original, që? Shumë dhe njerë për fillimit dërim dhe ta shenë. Qëra. Që këshyre, bu. Qëre Mitë Sokolit original. Nuk besoj, shikur i thëshon që Mitë Sokoli a ka një përime. Ua, e që Mitë Sokolit. Sa minuta u banën dërim, pan të rëbaza? O, jena kone, Mashallah, po, shkojnë në marketing, o, jena kone, marketing, o, kena me. O, jena kone, e kena me kone. Jeton, thua diçka, jena të maltretu që të publik me ndërprerje me sene. Publiku jo një dashur, rrinë për para televizorit rrinë, sepse din që janë të e pa një emision në Breaking News dhe një emision që... Se din që e kultivojnë Abdallahun. E vërtet është, sahir. Neve për me na gjithë në rrjetet sociale mund të shkoni në Facebook, alsat.mk, në web faqe për t'i lexuar lajmet, të gjitha lajmet, të sakta dhe në kohë reale, alsat.mk, në YouTube e kërkoni televizioni Alsat edhe qëtu mrena jena dikun edhe na, dhe ma me playlist. Shumë rëndësia është me vizitu YouTube-in. Edhe me pa subscribe. Sepse, po, në qovë se ju e vizitoni YouTube-in, neve na bëni me krahë. Po, YouTube-in e banë krahë. Kjo ishte emisioni 95, edhe një emision banë 2 vjetë 96. Ishte knasi edhe për këtë epizod. Jena kone, jena dhe kena me kone. Hajde në epizodën tjetër.